Unë bie dakord me shqetësimin e avokatit dhe kam konstatuar, por do më thënë dhe konstatoj që ajo që duhet të mbizotrojë në sallën e gjyqit, që është solemniteti, është cënuar. Dhe ne për këtë kemi dy rastet e fundit, që është vrasja e gjyqtarit dhe arrestimi i avokatit. Mirë po, pas solemnitetit avokat, ne si njeri i fjalës, bëjmë një analizë dhe është semantika e tekstit. Dhe kur analizojmë semantikën e tekstit, pra do them pak a shumë të njëjtin gjë, por jo aq butë sa e thoni ju, kur bëjmë analizën semantike të tekstit që ne shohim simbolikën e komunikimit në përputhje me kodet kulturore të një vendi, po që se ne të dy takohemi dhe i themi njëri tjetrit që do merrem personalisht me ty, ka një tonalitet kërcënimi. A është ky tonalitet kërcënimi një bazë mjaftueshme për të arrestuar atë? Dhe a është ky tonalitet kërcënimi një bazë e mjaftueshme për të arrestuar atë në shkeljet procedurës? Unë këtu dorëzohem. Por te ky tok fjalshi, që ju e thatë, po e thatë butë, siç mund ta thotë një avokat me aq shumë përvojë sa ju, ka një tonalitet kërcënimi, ka një tonalitet kanosje në përputhje me kodet kulturore që ne kemi si shoqëri. Dhe unë mendoj që avokati e teproi pak dhe ai menjëherë mori kthesën kur tha do bëj kallëzim penal, po kallëzimi penal nuk është çështje personale, është çështje procedurale. Këtë koment kisha unë, pa për gjithë pjesën që thoni ju, unë bie dakord që avokatët ndihen në një farë inferioriteti, ja vetëm ta mbaroj fjalinë, ndihen në inferioritet në sallën e gjyqit dhe kanë ndryshuar rolet, janë shartuar rolet në sallën e gjyqit, kur duhet ishte gjyqtari mbi, tani ka kaluar prokurori mbi. Edhe unë bie dakord me ju, me këtë shqetësim. Dhe domethënë kaq alarmante sa bëhet historia, duket sikur në çdo sallë gjyqi është po një gjë. Prokurori komandon, gjykatësi jep çfarë do prokurori, avokati nuk përfillet. Ka një problem. Gjyqtarët dhe prokurorët që kanë kaluar vettingun kanë marrë mbi vete një superioritet. Dikush prej tyre tha, nuk më kujtohet emri, avokatët mund ta mbajnë mend, të kalosh vettingun është si të futesh në varr e dalësh prej tij. Të kalosh varrin për zgjalli. Pra, e kanë marrë këtë arrogancën për shkak të vettingut dhe unë bie dakord me avokatin në këtë pikë, ka marrë pjesë në salla gjyqesh ku e shoh që avokatët nuk respektohen. Janë të barabartë palë me prokurorin. Por nëse shkojmë te rasti konkret, duhet ta themi të vërtetën deri në fund. Atëre për t'i vajtur, do të ndërhyj këtë për të sqaruar edhe mikun tim zyrtar. Si është çështja e përdorimit të nocioneve në procesin gjyqësor nga çdo mbrojtës ligjor nuk mundet dhe nuk ka sesi të keq interpretohet në vështrimin individual, në vështrimin e tonaliteteve të përdorur, të trasqarur. Jo, vetëm se e folura në sallën e gjyqit duhet të jetë formale. Këtë përmban solemniteti. Sepse sa kohë në një nga rolet më të rëndësishme në kuptim të së drejtës, ka humbur çdo sensi karakterit personal fizik. Je gjithmonë në ushtrim të detyrës personale në mbrojtje të së drejtës së atij që ti përfaqëson. Ky është koncepti im. Nëse ka një koncept tjetër nga një gjyqtar, i cili mund të ketë 30 vjet që nuk lexon një roman i Dashur Bregu, nëse ka një nocion tjetër nga një prokuror, i cili mund të ketë kohë të gjatë pa lexuar një poezi, kjo është çështja e tij, nuk është çështja jo. Nuk është çështja jo. Shiko, avokat, aty s'kishim të bënim as me roman, as me poezi. Kemi të bëjmë me një avokat i cili mbron praktikisht një personazh që dyshohet që ka marrëdhënie me krimin organizuar etj. Pra, në të gjithë kontekstin bëhet më e rëndë kur avokati thotë që unë do e kem personale me këtë. Pavarësisht se pjesa tjetër është që unë do e... Por dhe të arrestohet tani është gjë shumë e rëndë. E para, kishim vite pa e dëgjuar nga mbledhjet e byros politike të komunizmit që në një sallë gjyqja, në një sallë tjetër kudo ku ishte, të vi prokurori dhe thotë të arrestohet tani për një fjalë e cila për mendimin tim
nuk pajtohem me çfarë tha, nuk ka asnjë lidhje as fyretike, as tejkalim, as kërcënim, fare kërcënim.